Përshëndetje nxënës të klasave të shtata, unë jam Kadria Arifi, mësimdhënëse në lëndën e matematikës nga shkolla fillore 7 Marsi në fshatin Opaj. Sot do të zgjidhim disa detyra nga libri, faqen 153 deri në faqen 155. Detyra për përsëritje nga tema numri dhe zgjidhja e problemeve. Nuk do t'i zgjidhim të gjitha detyrat, por vetëm disa prej tyre, të tjerat ju mund t'i provoni vetë. Detyra e parë thot: Albana pohon se 1/4 prej figurës është e ngjyrosur me ngjyrë të kuqe. Sqaro pse përgjigjja nuk është e saktë. Atëherë, para se të caktojmë thyesën, duhet të sigurohemi që figura është ndarë në pjesë të barabarta. Shohim se figura është ndarë në 4 pjesë. Mirëpo pjesët nuk janë të barabarta. Atëherë ne mund të vizatojmë vija të drejta, ashtu që t'i ndajmë pjesët në mënyrë të barabartë. Tani figurën e kemi ndarë në 8 pjesë dhe shohim se vetëm një pjesë është me ngjyrë. Për ta shprehur pjesën e ngjyrosur të figurës si thyes, ne mund të shënojmë thyesën 1/8. Pra, figura është ndarë gjithsej në 8 pjesë, prandaj e kemi shënuar emëruesin 8. Kurse vetëm një pjesë është me ngjyrë, prandaj numëruesi është 1. Dhe mund të themi se 1/8 prej figurës është e ngjyrosur. Detyra e dytë thot cila thyes është paraqitur në pjesën e ngjyrosur. Kemi 2 figura të ndara në pjesë të barabarta. Figura e parë është ndarë në 12 pjesë, prej të cilave 7 janë me ngjyrë. Kur e paraqesim si thyes pjesën e ngjyrosur, atëherë emëruesin e shënojmë 12, kurse numëruesin e shënojmë numrin 7. Pra, kemi thyesën 7 të 12-tat. Ne e dim që numri mbi vijën thyesore quhet numërues dhe numri nën vijën thyesore quhet emërues. Emëruesi na tregon se në sa pjesë të barabarta është ndarë tërësia, kurse numëruesi na tregon se sa prej tyre i kemi marrë, apo në këtë rast, sa prej tyre janë me ngjyrë. Nën B kemi një drejtkëndësh, të cilin e kemi ndarë në 16 pjesë të barabarta, prej të cilave 4 janë me ngjyrë. Si thyes pjesën e ngjyrosur e shënojmë 4 thye për 16. Këtu kemi edhe një përgjigje të saktë. Kemi figurën, në qoftë se e ndajmë në 4 pjesë, atëherë një pjesë do të jetë me ngjyrë dhe si thyes do ta shënojmë 1/4. Te detyra e tretë, duhet që pjesën e ngjyrosur të figurës ta shprehim në shumë mënyra. Ne do ta shkruajmë si thyes, si numër dhjetor dhe si përqindje. Shohim që figura është ndarë në 20 pjesë të barabarta, prej të cilave 10 janë me ngjyrë. Atëherë mund të themi se 10 thye për 20 pjesë prej figurës është me ngjyrë. Me që 20 pjesë janë gjithsej dhe vetëm 10 janë me ngjyrë, ne kuptojmë se gjysma e figurës qenë ka ngjyrosur dhe si numër dhjetor e shkruajmë 0/5, kurse si përqindje e shënojmë 50%. Detyra tjetër, detyra e 7, thot: shkruaji dhe plotësoji shprehjet e dhëna. Nën A kemi thyesën 4 të nëntat, ku duhet të caktojmë thyes ekuivalente e cila e ka emëruesin 27. Kur caktojmë thyesa ekuivalente, ne e dim që edhe numëruesin edhe emëruesin e thyesës duhet ta shumëzojmë ose ta pjestojmë me një numër të njëjtë. Në këtë rast, kuptohet që duhet të shumëzojmë numëruesin dhe emëruesin me 3 dhe fitohet thyesa 12 të 27-tat.
Pra, në katror duhet të shënojmë numrin 12. Thyesa tjetër, 9b është 18 thyje për 48. Duhet të caktojmë thyes ekuivalente, e cila e ka numëruesin 3. Atëherë ne kuptojmë që duhet të pjestojmë të dy numrat me 6 dhe fitohet thyesa 3 të tetat. Kemi detyrën e 8. Thyesat e dhëna duhet t'i shkruajmë apo t'i shkurtojmë deri në formën e patjeshtuar. Kemi thyesën 4 të 12-tat. Nëse pjestojmë numëruesin dhe emëruesin e thyesës me 2, do të fitohet thyesa 2 të 6-tat. Mirë po kjo thyes nuk është thyes e patjeshtuar, prandaj ne mund të pjestojmë me 4 numëruesin dhe emëruesin e thyesës dhe do të fitohet thyesa 1/3. Në 9b kemi thyesën 6 të 10-tat. Do të pjestojmë numëruesin dhe emëruesin e saj me 2 dhe fitohet thyesa 3 të 5-tat. Thyesa tjetër është 15 të 24-tat. Pjestojmë me 3 të dy numrat dhe fitohet thyesa 5 të 8-tat. Kemi edhe thyesa tjera. Thyesa e fundit është 21 të 10-tat. Këtë ne nuk mund ta thjeshtojmë dhe mund të themi se kjo është në formën e saj më të thjeshtë apo është thyes e patjeshtuar. Detyra e 10. Duhet që thyesat e parregullta t'i shkruajmë si numra të përzier. Kemi thyesën 24 të 7-tat. Pra, thyesat e parregullta janë ato thyesa të cilat numëruesin e kanë më të madh se sa emëruesin. Ne e dim që thyesën e parregullt kur e shkruajmë si numër të përzier, numëruesin e thyesës e pjestojmë me emëruesin e saj. Ashtu që herësi i tyre paraqet të plotat, kurse mbetja paraqet numëruesin në thyes të numrit të përzier. Do me thënë të thyesa 24 të 7-tat kemi 24 pjestim për 7, që është 3. Pra numri 3 na tregon pjesën e plot, kurse mbetja, ja pra shënojmë numrin e përzier 3 të plota e 3 të 7-tat. Në 9b kemi thyesën e parregullt 30 të 8-tat. Edhe të kjo thyes pjestojmë numëruesin me emëruesin e saj dhe kemi 30 pjestim për 8, 3 të plota e 6 të 8-tat. Detyra tjetër, numrat e përzier duhet t'i shkruajmë si thyesa të parregullta. Kemi mësuar se kur shkruajmë numrin e përzier si thyes të parregullt, emëruesin e thyesës e shumëzojmë me numrin e të plotave, kurse prodhimit i ashtojmë edhe numëruesin e thyesës. Do të thotë kemi nën A 4 të plota e 1/5, për ta shkruar si thyes të parregullt ne shumëzojmë 5 me 4 plus 1. Pra fitojmë thyesën 21 të 5-tat. Dhe në 9b kemi 8 shumëzim për 5 plus 7. Fitohet thyesa 27 të 8-tat. Detyra e 12. Kemi t'i mbledhim thyesat 2 të 3-tat plus 1 e 6-ta. Shohim se këto thyesa kanë emërues të ndryshëm. Për t'i mbledhur thyesat, ato duhet të kenë emëruesin e njëjtë. Prandaj ne caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët të emëruesve. Shumëfishi më i vogël i përbashkët i numrit 3 dhe 6 është numri 6. Numri 6 është shumëfish i numrit 3. Tani caktojmë thyes ekuivalente me emërues 6 për thyesën 2 të 3-tat dhe fitohet thyesa 4 të 6-tat. Plus thyesa tjetër 1 e 6-ta, tani emëruesi është i njëjtë, atë e përshkruajmë kurse numëruesit i mbledhim.
fitohet thyesa 5 të gjashtat. Nën B, kemi thyesat 3 të 4-tat minus 1 e 8-ta. Edhe këta thyesa kanë emërues të ndryshëm, prandaj ne duhet të caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët. Me që numri 8 është shumëfishi i numrit 4, kuptohet që shumëfishi më i vogël i përbashkët qenë ka numri 8. Tani thyesën 3 të 4-tat e shënojmë me emërues 8. Pra shumëzojmë numëruesin dhe emëruesin e saj me 2. Dhe fitohet thyesa 6 të 8-tat. Minus thyesa 1 e 8-ta, pra kemi 5 të 8-tat. Detyra tjetër, detyra 13, thot njëso. Kemi 3 të 8-tat shumëzim për 32. Atëherë, numrin e plot e shumëzojmë me numëruesin, kurse emëruesi mbetet i njëjtë. Do të thot kemi 3 shumëzim për 32 thyje për 8, që është 96 të 8-tat. Nëse pjestojmë, fitohet numri 12. Nën B, njëjtë veprojmë, pra shumëzojmë 3 herë 5, kemi 15 të gjashtat. Thyesa 15 të gjashtat është thyes e pa rregullt, prandaj ne këtë mund ta shkruajmë si numër të përzier. Pra kemi 2 të plota e 3 të gjashtat. Detyra tjetër, detyra e 14, është dhënë vargu i flamujve. Cakto përpjestimin e flamujve të verdhë dhe të kaltër. Raportin shkruaje në formën e pathjeshtuar. Atëherë shohim që flamuj të verdhë janë 4, kurse flamuj të kaltërt janë 10. Përpjestimi i flamujve të verdhë ndaj atyre të kaltërt është 4 ndaj 10. Në formën e pathjeshtuar, këtë raport e shkruajmë 2 të 5-ta. Pra pjestojmë të dy numrat në raport. 4 pjestim për 2 është 2 dhe 10 pjestim për 2 është 5. Pra në formën e pathjeshtuar do të shënojmë raportin 2 ndaj 5. Nën B, thot cakto përpjestimin e flamujve të kaltër dhe të verdhë. Raportin shkruaje në formën e pathjeshtuar. Pra ne pam që flamuj të kaltër paska 10 dhe të verdhë 4, prandaj raportin do ta shënojmë 10 ndaj 4. Në formën e pathjeshtuar do të jetë 5 ndaj 2. Detyra tjetër thot për vargjet e pllakave të dhëna, cakto përpjestimin e pllakave të kuqe dhe të bardha, si dhe shkruaje zgjidhjen në formën e pathjeshtuar. Nën A shohim se kemi 6 pllaka të kuqe dhe 4 janë të bardha. Përpjestimi i pllakave të kuqe ndaj atyre të bardha është 6 ndaj 4. Në formën e pathjeshtuar do të jetë 3 ndaj 2. Nën B, kemi gjithsej 14 pllaka të kuqe dhe 6 të bardha. Në formën e pathjeshtuar do të shënojmë raportin 7 ndaj 3. Detyra tjetër, detyra e 19, thot ndaj sasitë e dhëna në përpjestim të caktuar. Ne do të marrim vetëm njërën, të tjerat ju mund t'i provoni vetë. Të shohim nën B, kemi 175 biskota, t'i ndajmë në përpjestim 1 me 4. Atëherë spari mbledhim numrat në raport dhe kuptojmë që 175 biskota duhet të ndahen në 5 pjesë. Kur i ndajmë, kuptojmë se çdo pjesë paska nga 35 biskota. Tani shumëzojmë për të përcaktuar mallsinë e çdo pjese nga përpjestimi. Ku kemi 1 herë 35 është 35 dhe 4 herë 35 është 120. Dhe detyra e 22 është drita ka paguar 112 denar për 4 fletore. Sa do të paguante për 8 fletore dhe sa do të paguante për 2 fletore. Atëherë, 8 fletore kushtojnë 2 herë më shumë se sa 4 fletore. Do të thotë se 2 herë 112 denar është e barabartë me 224 denar.
pra ajo për 8 fletore do të paguaj 224 denar, kurse nën B, 2 fletore kushtojnë sa gjysma e 4 fletoreve, do të thotë se pjestojmë me 2. Pra për 2 fletore do të paguaj 56 denar. Detyra tjera për ushtrime ju mund të merrni nga libri faqe 153 deri në faqen 155. Kjo ishte e tëra, shpresoj që të keni kuptuar, ju uroj suksese.